Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, Bashkia Maliq zhvilloi një veprimtari ndërgjegjësuese në sallën e Këshillit të Bashkisë. Të pranishëm ishin përfaqësues të bashkisë, profesionistë të shëndetit dhe gra nga komuniteti, të cilët u bashkuan për të përcjellë mesazhin e rëndësisë së diagnostikimit të errshëm dhe kujdesit ndaj shëndetit të grave. E para që mori fjalën ishte Brisilda Avdolli, e cila hapi veprimtarin me një fjalë mirëseardhje, duke theksuar se ndërgjegjësimi dhe kontrolli i rregullt janë hapat më të sigurt për parandalimin e sëmundjes. Sot jemi këtu të gjithë për të dhënë një mesazh shprese, butrimi, solidaritetit për të gjitha gratë që përballen me këtë sfidë të përhapur kudo. Sekretarja e përgjithshme e Bashkisë Maliq, Jonila Xhialli, në fjalën e saj nënvizoi angazhimin e institucioneve vendore në mbështetje të grave dhe nevojën për bashkëpunim të vazhdueshëm me strukturat shëndetësore. Ky muaj na kujton më rëndësinë e kujdesit që ne duhet të kemi për shëndetin dhe kontrollet e rregullta dhe të mbështetjes së vazhdueshme që ne duhet të kemi për njëra tjetrën. Tetori roz nuk është vetëm një fushat, por një thirrje për jetë, shpresë dhe forcë. Le të përdorim këtë ditë për të shpërndarë informacion, për të ndarë përvoja me njëra tjetrën, ashtu edhe për të inkurajuar çdo grua që të kujdeset për veten. Një mesazh të fortë ndërgjegjësues dha dhe Nada Terpo, përfaqësuese e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Korsh, e cila theksoi rëndësinë e kontrolleve periodike si mënyra më e mirë për të shpëtuar jetë. Dua të them që ndërgjegjësimi dhe depistimi në kohë na shpëton jetën. Sipas statistikave, kanceri i gjirit është gjithmonë në rritje dhe nuk prek vetëm femrat, janë raste më të rralla, por prek edhe meshkujt. Ndërsa mjekja ginekologe Enida Avdolli ndau këshilla të rëndësishme për kontrollin vetjak dhe njohjen e shenjave paralajmëruese, duke kujtuar se çdo grua duhet të gjejë kohë për të kujdesur për veten. Prandaj ne duhet të jemi vigjilentë dhe duhet ta nisim nga vetë kontrolli, i cili duhet të fillojë tek të gjitha gratë dhe vajzat nga mosha 20 vjeç. Ne jemi çdo grua duhet të kontrollojë trumin e saj dhe të jetë e kujdesshme për të zbuluar shenja të mundshme të cilat mund të jenë kampana alarmi për kancerin e gjirit. Veprimtaria u mbyll me një thirrje të përbashkët për më shumë kujdes, informim dhe dashuri ndaj vetes, sepse shëndeti grave është themeli një shoqërie të fortë dhe të ndërgjegjshme.